Pas arrestimit të 4 të rive një ditë më parë, pas protestës së Partisë Demokratike, gjykata vendosi të hetojë rastin pa vendosur masa shtrënguese, duke i lënë të lirë të rinjtë e dyshuar. Në seancë ishin pranishëm deputetët e Partisë Demokratike, të cilët theksuan se policia nuk ka paraqitur asnjë provë që lidh të rinjtë me hedhjen e Molotovit gjatë hubimit. Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, deklaroi se vendimi i gjykatës është i drejtë dhe u shpreh se qytetarët e lirë duhet të ushtrojnë të drejtën e tyre për protesta pa frikë nga përndjekjet. Policia e Prodës tregon më shumë se sa mllefin e narkoregjimit, panikun që e ka mbërthyer narkoregjimin nga protestat qytetare, nga revoltat qytetare. Ta qytetar kanë dalë për të protestuar kundër korrupsionit qeveritar, kundër krimit dhe lidhjeve të tij me pushtetin. Policia e Tiranës kishte njoftuar më parë se 4 persona u arrestuan dhe 7 të tjerë u proceduan në gjendje të lirë për dyshimin e përfshirjes së hedhjes së Molotovëve, por seanca e gjykatës nuk gjeti provat mjaftueshme për të mbajtur të rinjtë në paraburgim.